Situata në bashkinë e Durrësit mbetet e rënduar pas daljes nga shtrati të lumit Erzen dhe rreshjeve intensive që kanë përfshirë zonën. Autoritetet vijojnë operacionin e evakuimit, ku deri më tani janë larguar 667 persona nga Sukthi dhe Katundi i Ri, prej të cilëve 300 janë akomoduar te familjar, ndërsa 88 persona nëpër hotela. Grupet e verifikimit kanë inspektuar mbi 2600 banesa dhe për rreth 700 prej tyre janë mbajtur akte konstatimi për dëme të konsiderueshme, ndërkohë toka bujqësore përmbytur në këto dy zona arrin rreth 6400 hektar, duke prekur prodhimin bujqësor të sezonit. Në qarkun e Durrësit, dëmet janë regjistruar edhe në bashki të tjera. Në Thuman, 7 familje kanë kërkuar ndihmë, ndërsa autoritetet po punojnë për mbylljen e argjinaturave të çara dhe identifikimin e banesave të dëmtuara. Në Shijak, 75 banesa dhe rreth 180 hektar tokë bujqësore janë përmbytur. Nga ana tjetër, bashkia e Durrësit vazhdon verifikimin në terren për të evidentuar dëmet e shkaktuara nga përmbytja. Në 3 ditë të pune të grupeve të verifikimit janë inspektuar 2380 banesa dhe në 848 prej tyre janë mbajtur konstatimi përkatës. Autoritetet paralajmërojnë se situata mbetet e ndjeshme dhe kërkojnë që qytetarët të qëndrojnë të sigurt dhe të ndjekin udhëzimet e emergjencës. Operacionet për të stabilizuar nivelin e ujit dhe për të rikuperuar dëmet do të vazhdojë edhe në ditët në vijim.